Se i përket adhurimit apo namazit, gjëgjësisht se krye të gjitha adhurimeve është e namazi. Më të vërtet shumë ka nevojë me fol. Për arsye se ka një bot kuptim të njerëzit tonë se namazi duhet të falet, apo njeriu fillon të falet kur i driton punët i kryen punët e kësaj dunjaje. Për shembull, i ndërton shtëpijat e fëmijëve, e djemve, i rregullon të gjitha punët, edhe tash i marton ato, edhe tash i thon, po bile edhe e keni ndëgju ju, te duhet tash ta fillosh udhën për në xhami. Sikur dërja në atë ko, ai nuk ka qenë për në xhami. Prandaj, kjo ka ardhur si rezultat i asaj se nuk është fol për vlerën e namazit as pak. Nuk është fol. Folim drejt.